Në prag të festave të nëntorit, ditës së flamurit dhe pavarësisë së Shqipërisë, një nisëm vullnetare me simbolik të thellë kombëtare ka marrë jetë në afërsi të kufirit mes Kosovës dhe Serbisë. Disa qytetarë kanë zgjedhur që vetëm me duart e tyre të vendosin flamuj kombëtar kuqezi përgjatë rrugëve kufitare, duke krijuar një pamje mbrenslënse ku ngjyrat kuqezi valviten krenarisht në çdo cep. Nisma, e cila është përhapur shpejt përmes rrjeteve sociale, është bërë simbol i unitetit dhe vetdijes kombëtare. Qytetarët që morën pjesë në vendosjen e flamujve deklaruan se ky gjest është një mesazh paqësor, por i qartë i qendresës dhe identitetit. Në këtë vend ku çdo grimtoke mban histori, flamuri ynë duhet të qëndrojë lart. Sot e vendosëm ne, nesër do ta mbajnë të lart fëmijët tanë, u shpreh një nga vullnetarët. Për shumë prej tyre, vendosja e flamurit kombëtar pranë kufirit me Serbinë nuk ishte thjesht një akt simbolik, por një kujtesë e pashlyeshme e rrugës së mundimshme që ka kaluar populli shqiptar për liri, një kujtim për brezat e rënë, për vuajtjet, për sakrificat dhe për krenarinë që i bashkon shqiptarët në çdo anë të botës. Atmosfera në zonë u përshkrua nga emocionet e forta. Disa prej tyre thanë se e shihnin këtë si një detyrë të shenjtë, sidomos në vigjilje të ditës më të rëndësishme historike për kombin shqiptar. Kjo është toka ku s'ka vend të bie flamuri ynë. Sot si jemi vetëm qytetar, jemi zëri të parëve tanë, deklaroi një tjetër pjesëmarrës. Pamja e flamujve të vendosur në rresht mbi kodra, ura dhe shkure përgjatë zonës kufitare ka prekur zemrat e shumë shqiptarëve kudo ku jetojnë. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të fuqishme, me qindra komente mirënjohje dhe krenarie për këtë nisëm të pastër qytetare, që lindi nga dashuria para deon dhe nga dëshira për të treguar se flamuri kuqezi nuk është vetëm një simbol, është identitet, gjak, histori e përbashkët. Ndërsa 28 nëntori po afrohet, kjo nisëm u ka kujtuar të gjithëve se patriotizmi nis nga gjestet e vogla, nga duart e njerëzve të thjeshtë që vendosin të ngrenë flamurin aty ku zemra e tyre e kërkon, edhe këtë herë zemra e tyre e kërkojnë në kufi, aty ku flamuri shqiptar është më shumë se një shenjë, është premtim se shqiptarët gjithmonë do të qëndrojnë të bashkuar përballë çdo agresori.